Dhe të dashur me që jemi këthy në studio me pjesën e partë të emisionit. E thash që si çdo të diel e nisim emisionin me këshilla, me edukimin e qytetarëve tanë për problematikat të ndryshme shëndetësore. Gjithmonë jemi munduar që këshillat t'i marrim prej ekspertëve të fushës, edhe gjithmonë duke rekomanduar edhe juve që të bëni shumë kujdes ku lexoni dhe çka ndëgjoni për këshillat esenciale të shëndetit që i merrni. Mos harroni që familja jonë është burimi më i sigurt i informacioneve rreth edukimit dhe vedisimit rreth sëmundjeve, qofshin ato të lehta apo të rënda. Parandalimi është misioni jonë, ashtu siç është edhe misioni i të gjithë mantelbardhëve, të cilët me vullnetin më të mirë, me energjinë më të madhe, vinë në këtë studio, kontribuojnë fuqishëm në fuqizimin e rolit të check-upeve të hershme, të kontrollave rutinore, të analizave të ndryshme të cilat mund të parandalojnë sëmundje të ndryshme. Dhe kur them sëmundje, jo domosdoshmërisht duhet ta mendojmë fatalitetin, po bashkë me një punë të madhe, me një vedisim të lartë, mund t'ja dalim që ta ulim edhe numrin e sëmundjeve të rënda. Kur them kështu, sidomos kur ndëgjojmë këshillat e duhura dhe nuk përdorim produkte e gjëra të cilat rekomandohen në internet. Sidomos kjo vlen edhe për sëmundjet e ndryshme të lëkurës. Më së shumti abuzohet me informacionet e rreme të faqeve të ndryshme rreth intervenimeve të ndryshme, qofshin të akneve të thjeshta apo dhe të problematikave të ndryshme më të mëdha të lëkurës, e të cilat shpesh janë karem i keq përdorimit të atyre medikamenteve, të atyre substancave, kinset për shërimin e problematikave tuaja, kështu që duhet të keni shumë kujdes. Pikrisht, është kjo arsyeja që ne sot kemi vendosur të trajtojmë këtë temë. E paralajmërova edhe në fillim të emisionit që së bashku me dermatologën Artizana Dushi do të flasim për aknet të zakonshme dhe aknet të cilat mund të shkaktohen nga alergji të ndryshme, sidomos të pranverës me që jemi në këtë sezon. Doktoreshën e kam studio, mirë se erdhe doktoresh. Mirë se ju gjeta. Shumë kënaqësi me të pas studio. Shumë kënaqësi të musafire juja. Faleminderit shumë, sidomos unë e thash që kontributi juaj është jetik për gjithë qytetarët sepse po ndodh e zeza në internet, çdo gjë po shitet, çdo gjë po promovohet, çdo gjë po merr hapësirën e panevojshme në treg, sidomos produktet e lëkurës. Edhe këtu është ajo fataliteti, nëse mund ta quajmë, ku njerëz përfundojnë edhe me sëmundje shumë të rënda të lëkurës, me që abuzojnë me këto informacione të rrema. Po besoj pajtohesh me këta, doktoresh? Pajtona me gjitha këto që i thatë, është me rëndësi që popullata në përgjithësi ta di çka është dermatologu, dermatologu është një mjek i së pari i praksisë përgjithshme, i cili pastaj specializon edhe 4 vjet për sëmundjet e lëkurës në përgjithësi dhe mirret me patologjinë e lëkurës, me mirëqenien e lëkurës, flokëve, thonjve, mukozave në përgjithësi, mirret me patologji të fëmijëve, do me thonë me sëmundje të fëmijëve, që është dermatologjia pediatrike, mandej është dermatologjia estetike, është dermatologjia patologjike, do thotë dermatologjia i ka lëmit e veta, me të cilën do thotë dermatologu si person i thirrur për këtë çështje, din të jep shpjegimin më të mirë në lidhje me të gjitha këto lëmit të cilat i përmenda. Sa i përket produkteve dhe abuzimit me produkte, është një trend kohor që të vjen deri te fitimi sa më i shpejt i të mirave materiale. Për atë, do të thotë, secili individ mundohet që me rrjete sociale që të ketë një fitim sa më të madh për shitjen e produkteve apo për abuzim me popullat më në përgjithësi. Më së miri është që secili person të lajmërohet të dermatologu, që të testoj tipin e lëkurës, të din çfarë lloji të lëkurës ka, sepse janë gjithsejt janë 5 lloje të lëkurës dhe jo vetëm që rutina ditore dhe krema ditore duhet i përshtaten, po flasim për lëkura të shëndetshme, për persona të shëndosh. Jo vetëm që duhet i përshtatet tipit të lëkurës, po duhet i përshtatet edhe grup moshës e individit.
Për shembull, rastisi çdo ditë në praktikën e përditshme, në ordinancën time, Dermaline, rastisi çdo ditë të kem paciente të reja, të cilat përdorin produkte jashtëzakonisht të shtrejta, produkte shumë kvalitative, mirëpoaq shumë bëhet abuzim në fytyrën e tyre, sepse nuk është për shembull një lëkura e një 20 vjeçari e përshtatshme për krem antirudh, për kremat të cilet kanë përmbajnë derivatet e vitaminës A, për serumat të ndryshme, do të aty bëhet abuzim mbi ngarkim i lëkurës së re. Apo këto gjithmonë do të janë problematik më së shumti 90% rasteve të grupmoshave të reja, sepse grupmoshat të cilat e kanë kalu një mosh, ata janë më të kujdesshëm në mirëmbajtjen e lëkurës, sepse është shumë e rëndësishme që të dimë se si të mrim të një rezultat i mirë, ndërsa me abuzim të produkteve gjithmonë mrim të një përkeqësim i lëkurës e më pastaj të një shërim apo trajtim tani më gjatë. Trajtim shumë i gjatë, maratonik për ardhjen e lëkurës të tëtë në pozicionin ku ka qenë në fillim. Po, kështu që duhet kemi kujdes, por përveç kësaj, sepse po ta domosdoshme me përmend si fenomen se është shumë e rëndësishme, e tha edhe vetë doktoresh që ka persona që investojnë shumë, por investojnë gabimisht, duhet ta dim edhe në çka ka nevojë lëkura jonë, kështu që kanë një prej këshillave që me të vërtetë besoj që do t'ju kryj punë gjithë atyre që dojnë me majtë lëkurën të freskët, por edhe të shëndetshme, sepse nuk është vetëm estetika në pyetje, është edhe shëndeti i saj, marr parasysh që smundjet janë të ndryshme dhe lëkura është organi i madh i krejt trupit që kemi dhe duhet ta ruajmë me shumë kujdes. Por, po flasim për temën të cilën e paralajmërova, që shpesh ndoshta edhe i ngatrojmë në këtë sezon, ku fillojnë alergjitë e diellit, alergjitë ndryshme të pranverës, dhe na përzihen edhe me akne të zakonshme, sepse pak a shumë mund të duken ndonjë ngjashmëri me simptoma, me kruarje ose ku ta dijon. Si mund ta bëjmë dallimin? Në kohën e pranverës kemi polen. Po. Vjen deri te lulëzimi i natyrës dhe këtë kemi më shumë diell, më shumë ndrim, do të kemi ndrim të stinëve, kemi ndryshime të temperaturës, kemi diell më shumë, kemi erna më shumë, kemi lagështi më shumë. Në këtë stinë do të thotë lëkura e pson, sidomos lëkurat të cilat janë problematike. Në lëkura problematike mund të numërojnë lëkurën e cila është akneiforme, lëkurat të cilat kanë probleme me ekzem, probleme të cilat kanë me smundje kronike të lëkurës, siç është psoriaza apo smundje të ndryshme të cilat zgjasin, do të thotë me muaj apo me vite. Këto tipe të lëkurës e psojnë më së shumti në stinën e pranverës. Kështu që edhe personat harrova ta cek të cilët zhvillojnë alergji gjatë jetës së tyre, sepse në kohën e pranverës ata vuajnë shumë, sepse kanë të shtima, kanë djegje të syve, kanë lotim, kanë lëkurë më të thatë, kanë ekzem, kanë skuqje, krurje. Skuqja dhe kruarja mandi mund të çojë në lajmërimin e superinfeksioneve, lajmërimin e shenjave në lëkurë nëse nuk trajtohen si duhet. Andaj gjatë pranverës duhet të kemi kujdes që këta persona të cilët janë më të ndihshëm, mundësisht në orët e para të mëngjesit dhe në orët e para të mbrëmjes, kur kemi polen në natyrë më shumë, mundësisht që këta mos të dalin jashtë në atë kohë. Nëse janë të detyruar të dalin në atë kohë jashtë, është mirë që të bëhet një tush, mundësisht nëse është e mundshme, nëse jo të lohen duart sa më shpesh, edhe kur të hynë brenda, të hiqen rrobat, të vishen rrobat e tjera, të lohen edhe flokët, që të kemi mundësi, po të heqim, do të thotë polenin edhe ndryshimet të cilat edhe do tjetë të cilat mund t'i marrim në ambientin e jashtëm. Përveç kësaj, kremat të cilat përdoren në stinën e pranverës nuk duhen të përmbajnë parfema apo nuk duhet të përmbajnë kemikale. Do të duhet të jenë sa më të lehta, sidomos për personat të cilët kanë një lëkurë të ndihshme.
Për lëkurat të thata, preferohen që të kemi shampona vajor, të cilët e majnë lëkurën më butë, që të përdoren emolient në gjithë lëkurën e trupit, e ata emolient të vendosen kur ende e kemi trupin jo plotësisht të thatë pas bërjes së një tushi, i cili domosdoshmërisht duhet të jetë me ujë të vakët, e kurse si me ujë të nxehtë, sepse uji i nxehtë nuk është i mirë për asnjë lloj të lëkurës, sepse edhe plak lëkurën më shpejt, edhe shkakton një pakënaqësi në lëkurën si organ. Për lëkura akneiforme, gjithmonë duhet të jenë produktet për lëkur pro akneve, pro acne skin. Do të gjithmonë në ambalazh shkruan edhe potencohet. Gjatë stinës së pranverës, në lëkur duhet që të vendosim kremra të cilat përmbajnë tretje, do të thotë janë tretje ujore, e jo të përmbajnë yndyrna, sepse nëse vendosin krema të cilat kanë përmbajtje të lartë të yndyrnave, atëherë ne do të shkaktojmë një blokim të poreve. Bllokimi i poreve më pastaj shkakton problematik, sepse sa më shumë që ngritet temperatura te lëkurat të cilat janë më të yndyrshme, rritet edhe prodhimi i yndyrës apo sebumit në lëkur. Rritja e sebumit në lëkur së bashku me ndotjet të cilat i marrim nga ambienti i jashtëm, dhe së bashku pastaj me një blokator si që është krema e yndyrshme, shkaktoj një problematik shumë të rëndë në lëkurën, e cila ka do të tendencë për të krijuar akne. Kështu që nga një lëkurë e cila mund të jetë deri diku e qetësuar, ne mund të shkaktojmë një lëkurë shumë problematike. Shumë problematike. Në ndërkohë, ndikon edhe temperaturat e larta te personat të ndryshëm që aknet të jenë më prezente gjatë sezonit së dimrit. Gjithmonë djersitja e tepërt nuk është ndihmes për lëkurën e cila është me akne. Të ndalemi pak, doktoresh Artizana, tek shkaktarët e akneve, përveç hormoneve të cilën e ke shpjeguar edhe në emisione tjera, dhe pastrimi i fytyrës ka shumë rëndësi, sepse shpesh bëhen gabime gjatë pastrimit të fytyrës, nëse nuk pastrohet mirë dhe vendosja kremës pastaj, ai kremi sado që mund të jetë i mirë dhe efektiv e bën kundër efektin e vet, kur fytyra nuk është e pastruar mirë. Gjatë do të thotë aknet janë një problematik kryesisht e moshës rinore. Aknet lajmërohen për shkak të disbalansit hormonal, kryesisht që ndodh për shkak të ndryshimit të fazës pubertetit, kalimit prej moshës fëmijërore deri te mosha adulte. Në këtë proces, do të vjen deri te ndryshimet hormonale të cilat e disbalansojnë tajimin e yndyrnave, tajimin e djersës, në gjëndra të cilat ndodhen në lëkur. Ato pastaj së bashku me ndotjen që e marrim prej ambientit të jashtëm, krijojnë puqra të cilat janë me qelp, të cilat do të thotë ne i quajmë akne. I gjithë procesi i trajtimit të akneve është një proces i cili nuk mund të filloj dhe të përfundoj brenda javës. Do të thotë është një proces i cili kërkon durim nga ana e pacientit dhe kërkon një trajtim të mirëfillt nga ana e profesionistit, në këtë rast nga ana e dermatologut. I gjithë qëllimi i trajtimit të akneve është mosmbetja në fund e shenjave të cilat e lën aknet, sepse qaj formimi i qelbit, do të thotë formimi i pustullës e cila ndodh puqrës mbushur me qelb të aknja, e kalon shtresën e dytë të lëkurës, dermën. Do të thotë secili ndryshim në lëkur i cili e kalon shtresën e dytë të lëkurës, do të thotë e dëpërton dermisin e lëkurës, shkakton lën vrag, si për shembull si që kemi te varicella apo te lia ujit, që ju me të themi çdo i dyti person e ka një shenjë nga ajo patologji fëmijërore të cilën e kemi pas pothuajse gati të gjithë, po ashtu ndodh e njëjta gjë ndodh edhe te aknet. Kështu që te aknet duhet të kemi kujdes. Së pari qendrore është pastrimi i lëkurës në mëngjes dhe në mbrëmje.
Gjithmonë duhet larësit larësit e fytyrës dhe lëkurës, e cila mund të jetë kemi akne edhe në shpinë, edhe në pjesën e gjoksit, larësit duhet të përmbajnë kryesisht acid salicilik. Acidi salicilik është gryrës, do me thonë ka efekt gryrës në pastrimin e fytyrës dhe ndihmon në tharjen dhe parandalimin e akneve të reja. Po ju drejtohem moshës së re, duhet pasur vullnet, sepse nëse ne përdorim një lars të duhun në mëngjes dhe në mbrëmje, ne do të kemi përgjysmim deri në 50% apo 70% të lajmërimit të akneve të reja. Nuk mund të ndalojmë do të thotë krejt procesin e lajmërimit të akneve me një lars. Më pastaj, se cila akne, edhe aknet e kanë llojet e veta, do me thonë kemi akne komedonike, kemi akne vulgare, kemi akne cistike, do të thotë kemi grupacione të ndryshme të akneve. Atëherë, se cili pacient duhet të lajmërohet te dermatologu që ta caktoj tretmanin e vet edhe rutinën e vet ditore, se si të trajtohet ai lloj i akneve. Kryesisht të gjitha llojet e akneve e kanë pastruesin themelor, do të thotë të njëjtë. Më pastaj vjen trajtimet antibiotiku lokal edhe antibiotiku sistemik, të cilën duhet ta përshkruaj dermatologu. Më pastaj vinë tretmanet përcjellëse, të cilat janë pastrimet e fytyrës, mikrodermabrazioni, microneedling në pjesën kur kemi post-akne, procesi i post-akneve, kur kemi më shumë shenjat, ku mbesin vetëm skuqjet e lehta, apo gryrjes sipërfaqësore, erozionet e lehta, në atë proces hyn microneedling, i cili nuk është mirë të përdoret gjatë kohës kur kemi pustulla apo proces qelbëzues në lëkurë, sepse në atë mënyrë ne vetëm e shpërndajmë qelbin nëpër të gjithë lëkurën edhe shkaktojmë vatra të reja të procesit të akneve. A i bëni këto të gjitha në Dermaline, doktoresh? Të gjitha, secili pacient i cili lajmërohet në klinikën Dermaline e ka një trajtim të personalizuar. Se nuk mund të ketë të thotë akne uniforme. Nëse mund të me ka një tjetër, dhe me thonë që mund përshtatet qaj tretman. Në varësisht prej tipit të lëkurës. Kështu që duhet edhe të dim të mos abuzohet qoftë edhe me një pastrim të fytyrës, sepse secili i ri ka dëshirë që lëkura e tij të jetë sa më e bukur dhe sa më mirë mbajtur, edhe mos të ketë edhe asnjë akne të vetme. Kështu që zakonisht këta persona abuzojnë me procesin e pastrimit të fytyrës, me procesin e tretmaneve të fytyrës, duke kërkuar do të thotë në çdo skut që të bëjë një zgjidhje sa më të shpejtë. Kryesisht pastrimet e lëkurës duhet të bëhen mesatarisht në një muaj ose një herë në një muaj e gjysëm. Më pastaj ekzistojnë tretmanet me krioterapi, tretmanet me radiofrekuencë, tretmanet me frekuenca të rrymës të cilat i kemi në ordinancën Dermaline, ekziston mikrodermabrazioni, tretmanet ndryshme të cilat secila vije në periudhën e vetë. Më pastaj vjen pillingjet kimike, të cilat i ndihmojnë shumë lëkurës, duke bërë përtharjen e lëkurës edhe duke e quar në regres stimulimin e prodhimit të yndyrës në nivelin qelizor. E qartë. Me që i përmendit pak me heret që ka lloje të ndryshme të akneve dhe se cila e ka trajtimin e duhur adekuat, ana klasifikon pak, a dallojnë për nga pamja, a dallojnë për nga simptomat të cilat shfaqen, a ka vende ndryshme një lloj akneve që shfaqet në mjekër, një tjetër në gjaks ose ku ta diun, si klasifikohen këto? Kryesisht aknet lajmërohen në pjesën qendrore të fytyrës. Mirë po, për shembull, rasti më i rëndë janë aknet cistike. Te aknet cistike,
pushrat janë më të mëdhaja. Do të thotë janë më shumë se 1 centimetër, ato konfluojnë njëna me tjetrën, do të thotë duken si gunga të mëdha në përfytyrë. Kryesisht e këta persona lajmërohen edhe në pjesën, aknet lajmërohen në pjesën e gjoksit dhe në pjesën e shpindës, edhe shkaktojnë një palumturi shumë të madhe te ai person. Te këta persona, kryesisht duhet të ndërmiren masa me njëherë, e jo të marrin këshilla prej rrethit, se kryesisht si njerëz jemi të prirur që të marrim këshilla nga rrethi, nga shoqëria, nga rrjetet sociale, e jo të direkt të lajmërohen te mjeku. Këto raste, kryesisht ky lloj i akneve ka tendencë të lej vraja apo shenja të mëdha në lëkurë, kryesisht në lëkurë të fytyrës, të cilat është e pamundur më vonë që të hiqen, do të thotë ende nuk ka dalë ndonjë tretman, qoftë megjithse ka në treg laser të ndryshëm, ka pillingje të ndryshme, nuk mund të mërim një rezultat të kënaqshëm që ai person mos ta ketë asnjë shenjë të vetme më në lëkurë. Këta persona me urgjencë duhet të lajmërohen te dermatologu dhe të bëhet një program i cili program është i personalizuar për individin, për pacientin, sepse nuk ekzistojnë 2 pacienta të njëjtë, nuk ekzistojnë 2 individ të njëjtë. Secili nga ne është i ndryshëm. Kështu që nuk shërohet smundja, është një proverb e vjetër, mirë po shërohet individi. Edhe aknet kanë impakt të madh edhe në pjesën psikologjike të pacientit, edhe në jetën e tij sociale, në jetën e tij në përgjithësi, sepse shkaktojnë një depresion, një pakënaqësi, sepse ata mendojnë se i gjithë fokusi i palës tjetër është tek pushrat e tyre, tek aknet e tyre. Këto akne cistike, sidomos me që i përmendë, këto nuk banë asesi edhe me i ngacmu, sepse tendenca me i ngacmu, me i largu qoftë në shpejt, qoftë në kushtet të ndryshme, nuk banë me i prek, dhe më thëse edhe ma shumë bëhat shenjë për ty. Në praktikë, zakonisht vjen një i ri, i cili i ka me muaj të tërë aknet, ose me vitet të tëra, aknet e tilla, që janë do të thotë lloji i aknes më i rëndë. Edhe këta persona kryesisht në fjalinë e parë thonë, kam mendu se më ka ndalë se jam i ri edhe mandej kalojnë vetveteu. Këto nuk kalojnë ajo kalon dikur, mirë po i gjithë qëllimi i mjekimit të akneve është mos mbetja e shenjave në fund, sepse në pubertet askush s'ka mbet gjithë jetën, mirë po me vraja kanë mbet shumë persona. Shumë gjithë jetën. Cilat ishin qirat lloje përveç akneve cistike? Kemi aknet vullgare, janë aknet më normale, nëse mund t'i rangojmë për opinionin e gjerë. Jo, kur mbushet fytyra e gjitha me pushra të mbushura me qelp, të skuqura, me qelp të bardhë ose ngjyrë të verdhë, ndërsa komedonike janë ato të cilat i kemi nën lëkurë, edhe komedoniket janë shumë problematike për shërem. Do të thotë problematik në shërem, kryesisht kanë lloji i parë dhe lloji i fundit i akneve, edhe këto nën lëkurë paraqesin sfidë në vetvete, sepse kërkon një kohë më të gjatë për trajtimin e tyre. Këto vetëm me kiretazh, apo si largohen? Me kiretazh shkaktojmë dëmtim në shtresën sipërfaqësore të lëkurës, kur shkaktojmë dëmtim, nëse i heqim aknet me agresivitet, do të thotë me shtrydhje, apo me kireta, apo me metoda më të vjetra, më të skaduara, atëherë mund të shkaktojmë erozion, apo gryrje në atë pjesë. Me atë erozion në bashkëveprim me rrezet e diellit apo me ambientin e jashtëm, ne mund të shkaktojmë një akne të re apo një hiperpigmentim postinflamator që ndodh në rrethin ku e kemi heq. Do të thotë edhe pastrimi i akneve nuk e nënkupton largimin e menjëhershëm ose shtrydhjen e të gjitha pustullave të cilat i kemi me qelp në sipërfaqe të lëkurës, mirë po e nënkupton
heqen e tyre, për shembull pastrimin me shpatull, e cila e largon shtresën sipërfaqësore të lëkurës, i ndihmon pjesës së aknës që të dalë jashtë, edhe e frenon procesin e prodhimit të yndyrnave të tepërta apo sebumit në pjesë të caktuara të lëkurës. Megjithatë, çfarëdo lloj të akneve që pacienti ka, është shumë e rëndësishme që ta merr mendimin e dermatologut dhe trajtimin nga dermatologu, asesi tek estetistët, të cilët, po e them kështu me një fjalë popullore, si këpurdha e në mush gjithandej, por që nuk kanë një shkollë adekuate që e njohin mirë tipin e lëkurës, vlerat e secilës prej smundjeve dhe tretmaneve që i përmendet, siç e njeh dermatologu që ka kryer shkollë dhe ka studiuar për këtë. Le ta kuptojmë që aknet janë patologji, do të thotë është smundje, hyn në rangun e smundjeve të dermatologjike. Dhe dermatologu është adekuat për trajtimin dhe formimin e një programi si në fitness. Si është trajnerin personal, nutricionisti, mënyra të ushqyerit, edhe të aknet e kemi dermatologun i cili tregon, e spjegon mënyrën e mjekimit, tretmanet cila duhet të ndiqen, mënyrën e të ushqyerit, sepse edhe të aknet mënyra të ushqyerit ka një rëndësi shumë të madhe, dhe të aknet duhet të konsumojmë sa më pak sheqerna, sa më pak çokolada, sa më pak produkte që përmbajnë kakao, produkte të qumshtit pluhun. Duhet të kemi më shumë aktivitet fizik, më shumë pemë dhe perime. Të gjitha këto nuk janë pjesa kjo është pjesë ndihmëse e trajtimit të akneve, se nëse e nalim produktet që përmbajnë shumë yndyrna, shumë kakao, shumë qumsht pluhun, nuk do të thotë që ne me atë proces i menjanojmë aknet, mirë po nëse e kemi një terapi nga ana dermatologut, i kemi pastrus si duhet, i kemi terapit, tretmanet si duhet, edhe pjesën e ushqimit, atëhere ne do të kalojmë këtë sfidë sa më shpejt dhe me shumë sukses. Po me që i përmendit të gjitha këto, unë besoj se sidomos nëse dikur janë trajtuar nga ana estetike vajzat, tash fatmirësisht vëdësimi është më i lartë, trajtohen edhe djemtë dhe vajzat, unë besoj ki pacientë edhe në Dermaline të dy gjinive, të moshave të ndryshme, edhe aknet nuk kanë mbetur më vetëm një pjesë estetike siç ka qenë dikur, por është pranuar që është një smundje dhe duhet trajtohet, edhe po besoj që pak më lehtë e keni edhe ju mjek tani në këtë periudhë. Po, është pak më ndryshe se informim të popullatës ka më shumë, edhe në varet të të se çfarë kërkon edhe në rrjetet sociale, se mund të gjesh informacionet të drejta apo informacionet të gabuara. Mirë po, i thirrur për proces të lëkurës dhe për proces të trajtimit të akneve është dermatologu. Kozmetologu e ka pjesën e vetë, do të thotë kozmetologu mirët me lëkura të shëndetshme, me lëkura të cilat kërkojnë tretmane relaksuse, tretmane për një pasdite më të mirë të ditës së diel për shembull, ndërsa lëkura të cilat kanë nevojë për tretmane qoftë lëkurat të cilat kanë patologji, apo janë më të ndihshme, apo janë lëkurat të cilat kërkojnë edhe intervenim estetik, invaziv, atëherë edhe pilingje me përqindje të lartë të acideve, ato pjesë ju takojnë, do të thotë, dermatologut, kurse si kozmetologut. Po, me që përmende këta të pjesa e vëdësimit, a mendon që roli medjave ka ndikim tek popullata, tek qytetarët në vëdësimin e këtyre problematikeve, ose të paktën të kësaj që janë patologji, janë smundje dhe nuk është thjesht një estetik që duhet ta ruajmë? Mendoj që ka një impakt shumë të madh. Edhe televizioni, edhe të gjitha rrjetet sociale marrë në përgjithësi, sepse jemi të prirur që të marrim si për të qenë informacionin e parë të cilin e marrim në
telefon, në rrjetet sociale, edhe kemi më letë, e shikojmë një krem në rrjetet sociale, edhe shkojmë e marim në banatore, edhe me ati, vetëm me atë krem në mund të shkaktojmë një kaos në lëkurën e lëkurës, edhe të shkaktojmë pastaj një 7 muaj, 8 muaj kokëdhëmbje, për një gabim të cilin e kemi bërë në afekt. Në afekt. Ta bëna këtë pyetje, sepse edhe sot portali Familja Jon para pak ditëve ka shënuar edhe 6 vjetorin e themelimit si portal, se si emision ekzistohem që nga 2016, dhe pata shumë të rëndësishme me ditë që edhe ne si Familja Jon, po edhe mediat në përgjithësi, apo bëjmë punë të mirë bashkë me juve në vetëdijsimin e qytetarëve, a ka përmirësim të asaj çka qytetarët kanë njohuri? Portali juaj është një portal shumë i vlerë, ju përgëzoj për 6 vjetorin, ju uroj shumë suksese dhe punë të mbarë si që keni bërë deri tani, me thonë ju uroj vetëm suksese dhe gjithë të mirat. është shumë kënaqësi, doktoresh, sepse ne luajmë rolin e informacionit bartës, dhe me thonë ne ju cilëm juve këtu dhe shfrytëzojmë çdo informacion për juve. Profesionistët janë ata të cilët e japin frym formatit të emisionit tonë, siç je ti, siç janë shumë kolege tuaj, të cilët janë burimi kryesor që qytetarët na falenderojnë çdo ditë për informacionet që ndajmë, sikur sot, për shembull që mësuam tipet e akneve dhe ndoshta ata që po na ndjekin nga ajo që shpjegove, nga fotot që shohin, mund ta kuptojnë pak a shumë edhe se çka kanë edhe pse ju të lajmërohen tek ju edhe të bëjnë tretmanin e duhur në kohën e duhur. Kështu që unë falenderoj shumë që ke qenë sot edhe që je gjithherë e gatshme me kontribu. Faleminderit juve, është kënaqësi e veçantë të jem në studion e juaj. Faleminderit shumë, edhe të paktën kur të marrim këtu shpresojmë që do të bëhemi të bukur edhe kur të plakemi. Faleminderit shumë doktoresha Artizana. Dashur miq, së bashku me doktoreshën Artizana Dushi, dermatologe nga Dermaline, jemi munduar të shpjegojmë tipet e akneve, llojet e akneve, por edhe krahasimin e akneve të zakonshme, ato që i kemi rutinë në paraqitjen e moshave të ndryshme, me ato që ka ngjajnë me alergjitë e pranverës, të cilat shpesh mund t'i ngatrojmë qoftë në trajtim, qoftë edhe në kujdesin mbi to. Kështu që ajo që ka mbetet me shtu në këtë pjesë është që ju duhet i besoni vetëm dermatologut, asesi të bëni shërimin e këtyre sëmundjeve të lëkurës me krema ose opsione dytësore të cilat mund t'i hasni në rrjetet sociale, ose mund t'ju rekomandoj dikush që rastësisht i ka bë mirë. Jo çdo lëkurë është e njëjtë, jo diçka që më bën mirë mu mund t'i bëj dikujt tjetër, ose diçka që ju ka bë mirë juve mund të bëj mirë mu. E këto e vendos vetëm dermatologa apo mjeku i lëkurës. Kështu prej kësaj pjese të zakonshme të këshillave dhe të edukimit shëndetësor, po kalojmë në një pjesë ku sot emisionit do t'ja dedikojmë pak më shumë ditëlindjes së portalit Familja Jon. Në 2016 kur është hapur emisioni, deri në 2019 kur është ardhur edhe si portal, është bërë një punë e madhe nga një ekip shumë i gjerë, ku kanë kontribuar me ide e me punë persona të shumtë. Familja Jon është rrit çdo ditë e çdo natë, fal juve, sepse ju duke qenë pjesë e Familja Jon, na keni shndruar familjen më të madhe në vend. Familja Jon e munduar që në çdo aspekt të jetë pranë juve, e sidomos në pjesën e edukimit. Edukimi shëndetësor në parandalim, edukimi shëndetësor në të ushqyerit shëndetshëm dhe edukimi në shëndetin mendor kanë qenë prioritetet dhe mbeten prioritetet e stafit të Familja Jon. Pikërisht nga këto 3 fusha ku mbulojmë në vazhdimsi, jemi munduar të zgjedhim 3 prej bashkëpunëtorëve tanë, të cilët përveç që kanë uruar Familja Jon portalin në 6 vjetorin e saj, kanë treguar më shumë edhe për ndikimin dhe rolin e mediave në përgjithësi, por në veçanti të portalit Familja Jon në edukimin e qytetarëve në parandalim të sëmundjeve, duke bërë check-up të ndryshme, në të ushqyer shëndetshëm, duke siguruar një jetë dhe një të ardhme më të shëndetshme, dhe në një shëndet mendor, duke qenë më në paqe me veten dhe me të tjerët. Do të kemi një kënaqësi të madhe të ndëgjojmë 3 prej miqve tanë, pastaj për të kthyer në studio me pjesën tjetër të themi festive të ditëlindjes së 6 të portalit Familja Jon.